Kryeministri Edi Rama zhvilloi një takim të rëndësishëm me disa prej deputetëve dhe përfaqësuesve vendor të qarkut të Vlorës, mes të cilëve kryebashkiakja Bruna Mersini dhe ministra e re për marrëdhëniet me parlamentin Eriona Ismaili. Takimi u mbajt në një lokal të njohur në zonën e plazhit të Vjetër dhe kishte karakter informal, por fokusi i diskutimeve ishte strategjik dhe i orientuar drejt zhvillimit të projekteve rajonale. Sipas burimeve nga të pranishmit që takimit u diskutuan disa për projekteve kyçe, që janë një proces ose pritet të nisin së shpejti në qarkun e Vlorës, përfshirë investime në infrastrukturë, transport dhe zhvillimin urban. Kryeministri theksoi rëndësinë e koordinimit midis pushtetit qendror dhe atij vendor për të garantuar zbatimin e suksesshëm të këtyre projekteve dhe për të përshpejtuar procedurat administrative që shpesh pengojnë nisjen e tyre. Një pjesë e veçantë e diskutimeve u përqendrua tek sezoni turistik i këtij viti, duke analizuar masa që duhet të merren për të shmangur problematikat e regjistruara vitin e kaluar. Burimet bëjnë me dije se një nga temat kryesore që ka qenë organizimi i shërbimeve turistike, menaxhimi i turizmit gjatë periudhave me fluks të lartë pushimesh për të shmangur ngërçet dhe largimet e investitorëve apo operatorëve lokal, një situatë që ndikoi në largimin e ish kryebashkiakut Ermal Dredhës. Në takim u diskutuan gjithashtu edhe bashkëpunimi mes institucioneve vendore dhe ministrive përkatëse për qëllimin që projektet infrastrukturore dhe investimet strategjike të ecin pa vonesa në përputhje me planin zhvillimor. Kryeministri Edi Rama nënvizoi përmirësimin e infrastrukturës, mbështetja për turizmin dhe krijimin e kushteve për investitorët janë prioritet që do të vijojnë të jenë në fokus të qeverisë.